Lufta në kohën e dashurisë ish shfaqja që u prezantua natën e 4 merat të festivalit ndërkombëtar të teatrit në Tetov. Protagonistët kryesor folën për mesazhin që bartin karakteret e tyre si dhe mikpritjen tetovare. Priti shumë mirë, reagoj shumë mirë në shfaqje. Pikërisht ato momente ku na i kemi punu të pas parasysh që do të reagoj publiku, bashkë ato momente reagun. Kështu që edhe na unim shumë mirë gjatë lojës, për shkak që reagun shumë mirë e pritën, po mendoj mirë. Procesi ka qenë kogja i rëndë, se kemi 28 skena, e pati edhe vetë, dhe më thonë, jemi vetëm në skenë, nuk ka dalje hyrje, është dashtë të kemi kondicion. Krejtoja kemi arrit, dhe më thonë, me anë të ushtrime, me gjitha të. Kjo shfaqje u prezantua me një skenografi të jashtëzakonshme dhe solli emocione të përziera tek spektatorët që po ndjekin festivalin tashmë 4 ditë me radhë. Aktorët ishin të mrekullueshme, nuk ishin statike, nuk ishin vetëm vetvetja, por gjatë tërë asaj kohë që luajtin rolin e tyre, u paraqitën me disa profesione, me disa fizionomi. Ishte një shfaqje e bukur, artistët performuan shumë mirë. Edhe kishte gjëra, elemente interesante. Kemi ndjek edhe shfaqje tjera në netët më herët, mirë po kjo ishte më e veçantë, më disi që s'kam pau, personalisht s'kam pau natët tjera. Them të drejtën më ka maknitur, pasi rallë here në teatrin e Tetovës kemi parë një trup me një shfaqje të jashtëzakonshme të kësaj natyre. 28 skenat e shfaqjes fluturuan para publikut si në prallat me magjistar, duke shpalosur me humor stereotipe e klishe sentimentale, tregime muhabete grash për dashurin, frikën, hakmarrjen e të shkuarën e trisht.